Me operacionin goditës në Venezuelë në fillim të këtij viti, Donald Trump i vuri kapakun çdo iluzionit të mbetur tek ata që besonin ende në rikthimin e rende të vjetër ndërkombëtar. Ai nuk veproi për të shpëtuar demokracinë, as për të mbrojtur ndonjë normë ndërkombëtare. Veproi sepse mundi, dhe me këtë hapi epokën e re të politikës së jashtme amerikane, një epokë e ftohtë, transaksionale dhe pa justifikime morale. Në të njëjtën frymë, administrata e tij ka hedhur në tavolinë një ide që flet më shumë se çdo deklarat, krijimin e një grupimi të ri gjeopolitik, të quajtur C5, ku do të përfshiheshin SBA, Japonia dhe 3 nga shtyllat e BRICS, Kina, India dhe Rusia. Ky grupim nuk është vetëm një strukturë hipotetike, është një mesazh brutal. Evropa nuk ka më vend në bisedat e mëdha për qeverisjen botërore. Grupimi C5 nuk është thjesht një provokim diplomatik apo një ide eksperimentale për mediat. Ai është pasqyra e një bote të re, ku fuqitë e mëdha rreshtohen jo mbi baza vlerash të përbashkëta, por mbi peshën strategjike dhe interesin afatgjat. Përjashtimi i vendeve evropiane nga kjo skemë nuk është aksidental, është një deklaratë e heshtur që Evropa nuk perceptohet më si lojtari i nevojshëm në arkitekturën e re të pushtetit global. Dhe kjo ndodh jo sepse Europa nuk ka potencial, por sepse nuk ka guxim. Pas më shumë se 70 vitesh në qendër të sistemit ndërkombëtar, kontinenti evropian po përjashtohet me heshtje, jo sepse nuk ka pasuri apo potencial, por sepse ka humbur aftësinë për të vepruar. Me një BE të përçarë dhe të ngadalshme, me lider të pavendosur dhe një mungesë dramatike vizioni strategjik, Evropa është kthyer në një spektatore të rendit të ri, ndërkohë grupimi BRICS Plus po zgjerohet dhe artikulohet çdo ditë më shumë si një alternativë ndaj strukturës perëndimore. Nga Afrika në Azi, shtete të mëdha dhe të vogla po pozicionohen në një hartë të re gjeopolitike, ku aksionet nuk i vendosin më kancelaritë e vjetra evropiane, por fuqitë me rritje reale ekonomike dhe ndikim strategjik global. Trump, me gjithë retorikën e tij të papërtypshme për establishmentin klasik, po bën pikërisht atë që Europa ka harruar ta bëjë, por i shkruan marrëdhëniet ndërkombëtare sipas rregullave të reja. Ai nuk e fsheh që do të negociojë drejt për drejt me Kinën, Indinë apo Rusinë dhe nuk ka më durim për këshillat evropiane. Mes gjithë kësaj, BE-ja vazhdon të merret me procese të brendshme burokratike, reformime teknike dhe deklarata të kujdesshme që askush nuk i merr seriozisht. Mungesa ambicjes dhe frika për të projektuar fuqi kanë bërë që kontinenti të humbas peshën e tij reale. Europa nuk është më faktor, sepse nuk sillet më si i tillë. Në këtë botë të re, e ndërtuar mbi interesa të ftohta dhe boshtesh të qarta ndikimi, nuk ka më vend për iluzione. Kush nuk ulet në tavolinë si fuqi, do të shërbejë si dëgjues, dhe dëgjuesit në politikën ndërkombëtare nuk kanë asnjë peshë.